paraqitemi sot për të folur sot lidhur me përpjekjet e shëmtaçit dhe të akuzuarve të tjerë për të minuar dhe manipuluar kuadrin e kësaj gjykate. Ato në mënyrë të drejtë për drejtë kanë dhunuar vendimet gjyqësore dhe të cilat kanë patur si synim që të bëjnë të mundën që dëshmitarët dhe viktimat të mund të japin dëshminë pa patur frikë dhe influencë dhe që të kenë besimin që identiteti i tyre nuk do të ishte konfidencial. Hashim Thaçi është i akuzuar se në mënyrë sistematike dhe të vazhduar, ka vazhduar që të ndërhyjë me këtë dëshmi të dëshmitarë dhe ka dhunuar të gjitha urdhrat e gjykatës, të cilat kanë synuar mbrojtjen e informacionit të konfidencial të bashkëakuzuarit, kanë marrë pjesë në mënyrë të paligjshme në këto krime. Si edhe të akuzuarve është në thelb të shtetit të së drejtës dhe kësaj gjykate, e cila ekziston brenda sistemit gjyqësor të Kosovës, me qëllim që procedurat të jenë të pavarura dhe të drejta të sigurta. Prandaj ndodhemi këtu sot. Nëse të akuzuar kanë patur sukses në përpjekjet e tyre për të ndikuar mbi dëshmitarët, nuk ka rëndësi. Arsyeja se pse i kemi dhënë burimin kësaj çështje është që të mbrojmë integritetin e procedimit në çështjen 6 dhe për të bërë të mundur që bota dhe publiku i Kosovës ta kuptojnë se çdo kush që përpiqet për të ndërhyrë, për të mos lejuar dëshminë e vërtetë të çdo dëshmitari që vjen përkara këtij trupi gjykues do të japë llogari. Mbrojtja e shtetit së drejtës do të thotë që askush nuk është mbi këtë ligj. Ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të tërë. Ne dimë se populli i Kosovës i merr seriozisht këtë akt akuze për shkak se krijimi i kësaj gjykate nuk ishte të bënte thjesht me krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, por përfshinte në mënyrë specifike edhe krimet e parashikuara në këtë çështje gjyqësore. Pengimin i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, dhunimi i sekretit të procesit dhe mosbindja e gjykatës. Ne dimë që populli i Kosovës dëshiron që të zbatohet shteti së drejtës në gjykatat e veta dhe këtë e pranojnë si diçka thelbësore. Dhe duke patur parasysh se një grup i vogël për i fuqishëm njerëzish në Kosovë vendosin interesat e tyre mbi ato të tjerave, do të paraqiten çështje në këtë çështje, të cilat do të ekspozojnë dhe dënojnë këtë grup të vogël. Siç e di trupi gjykues, kjo çështje ka të bëjë me audiencizime dhe dokumente të konfiskuara, të dëgjuarit të akuzuarit duke folur me njëri tjetrin dhe dokumente që kanë shkëmbyer dhe pjesë e rëndësishme e kësaj çështje gjykatës të gjykimit do të ishte edhe përcaktimi se çfarë kanë patur parasysh me fjalët e tyre. Përpara se të flasim më tej me këtë, do të theksoj fillimisht se për çfarë nuk bëhet fjalë. Kjo çështje nuk ka të bëjë me mbrojtjen legjitime të Hashim Thaçit në gjyqin mbi krimet e luftës. Hashim Thaçi ka një ekip të madh mbrojtje në atë gjykim dhe ka patur qasje të përcaktuar, të pa kontrolluar me anëtarët e ekipit të tij përmes takimeve. Asnjë prej këtyre takimeve nuk janë regjistruar. Askush përveç Thaçit të mbrojtjes së tij nuk e din se çfarë është thënë ato.